Me një postim në rrjetin social Twitter dhe Facebook, kryeministri Edi Rama lajmëronte gjithë ndjekësit e tij se sot do të vizitonte qytetin e Elbasanit për të shpallur programin kombëtar të rilindjes urbane. Pas kësaj ai ka ardhur në Elbasan rreth mesditës, ku është ndalur fillimisht në rrugën pranë shtëpisë së aktorit Demir Hyskja, rrugë e cila është pjesë e segmenteve që janë proces rikonstruksioni nga Bashkia Elbasan. Në fjalën e tij, kreu I qeverisë u shpreh se kjo është rruga e një projekti kombëtar për rilindjen e qyteteve, të cilët kanë qenë të braktisura nga qeveria paraardhëse. Dhe faktikisht ne kemi filluar nga qendrat urbane, të cilat ju si banorë të Elbasanit jeni dëshmitar, janë lënë harres nga qeveria e pashme, po dhe nga qeveritë në përgjithësi për shumë vite. Me idenë se bashkitë kanë më shumë mundësi se sa komunat, çka në vetvete kjo mund të jetë vërtet. Bashkitë u braktisën nga qeveria dhe faktikisht Elbasani, një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, ka vuajtur për vite e vite të tëra mungesën e investimeve serioze në infrastrukturë, dhe jemi të gjithë dëshmitar që përjashto rindërtimin e shëndetores kryesore, që u bë me angazhimin dhe me financat e Bashkisë Elbasanit, nuk ka as edhe një investim serios në Elbasan të financuar nga qeveria në gjithë këto vite. Ne jemi zotuar këtu dhe në shumë qendra të tjera urbane, po me që jemi këtu po flas për këtu, jemi zotuar që në 4 vjet do bëjmë për Elbasanin sa që nuk është bërë në 23 vjet marrës bashku. Dhe faktikisht mund ta dëshmoj kryetari I bashkisë shuma që qeveria ka vënë në dispozicion për gjithë këto projekte që janë tani në rrugën e realizimit në Elbasan, është më e madhe se shuma që Elbasani ka përfituar nga qeveria në Tiranë në 10 vite e kusur të marrës bashku. Gjithashtu kryeministri ka kritikuar edhe qeverinë paraardhëse që sipas tij hidhte lekët lart e poshtë për asfalt, ndërsa tani vendi ka hyrë në një fazë ku investohet me standarde. Ai solli në vëmendje shembullin e Tiranës ku ishte kryetari I bashkisë, që sipas numrit 1 të ekzekutivit, asaj kohe çdo investim përkthehen në zhvillim për Tiranën dhe qytetarët. Se pas realizimit të këtyre projekteve, Elbasani nuk do të jetë më ai që është, por do të jetë një qytet që përveç rrugëve të reja, përveç ndriçimit fasadave të ripërtrira stadiumit të ri, do të ketë mbi të gjitha shumë më tepër shpresë, shumë më tepër besim, shumë më tepër energji pozitive dhe jam I bindur dhe shumë më tepër zhvillim të biznesit të vogël dhe të mesëm në qytet. Historia e transformimit Tiranës e mëson këtë gjë, ashtu si kundër me këto investime rritet vlera e pasurisë suaj, rritet vlera e apartamenteve, rritet vlera e dyqaneve, rritet vlera e truallit, gjë që bën që këto investime bëjnë çdo njërin më të pasur se ç'ishte dje, ashtu siç ndodhi me Tiranën, ashtu siç ndodhi me shumë lagje të Tiranës, që pas ndërhyrjeve të bëra përftonin rritje të ndjeshme të çmimeve, të pasurisë patundshme të qytetarëve dhe të familjeve zakonshme dhe të tregtarëve të vegjël. Në fund të fjalës së mbajtur në kantierin e hapur për zgjerimin e rrugës pranë shtëpisë së aktorit Elbasanas, Edi Rama u shpreh se do t'ia shpërblejë mbështetjen që I kanë dhënë qeverisë qytetarët e Elbasanit me investime dhe zhvillim, ndërsa kryetari I bashkisë zoti Qazim Sejdini në fjalën e tij falenderoi kryeministrin për besimin dhe investimet që po kryen në qytetin e Elbasanit. Janë 5,5 milionë dollar
të dhënë për infrastrukturën e qytetit Elbasanit, që së bashku me një partneritet në Bashkinë e Elbasanit, kështu do ta quaja, duke marrë një kredi për 5 milionë $20 dhe ajo nga BKT-ja, për të paraprirë dhe për të shkuar me projektet e zhvillimit të qeverisë shqiptare me qytetin e Elbasanit. Në emër të qytetarëve të Elbasanit dhe falenderoj kryeministrin për këtë investim kaq fuqishëm dhe për këtë shpresë që jep qytetit të Elbasanit për të bërë një qytet ashtu siç e kemi hije ne qytetarët e Elbasanit, një qytet me njerëz të urtë, me njerëz butë, me njerëz që kërkojnë vetëm zhvillim, me njerëz që kërkojnë prosperitet. Ndërkohë, deputetja e Viskushi u shpreh në fjalën e saj se Elbasani nuk ka pasur asnjëherë kaq shumë investime, ndërsa shtoi se së shpejti do të zgjidhet edhe problemi ndotjes. Pas përfundimit të fjalës, para 10 qytetarëve të pranishëm, kreu i qeverisë i shoqëruar nga kryetari i bashkisë, prefekti si dhe deputetja e Viskushi kanë përshëndetur edhe aktorin Demir Hyskja. Pas kësaj, kryeministri ka vijuar agjendën në qytet. Falenderit për atë që batë për qytetin, edhe po m'jepi mundësinë që unë hala në tokën time, quaj direktor. Nesër, ndryshon më habete. Dhe i bëjmë gjithë ato që kemi thënë.